Besim Shabani, biznesmeni që u detyrua nëpërmjet fotove intime të jepte shumën për 70 milion lekë çiftit Niko dhe Elinela Smaqi, është dënuar me 3 vite e 4 muaj burg për akuzën e mashtrimit dhe falsifikimit të dokumentave. 57 vjeçari Shabani rezulton të jetë pronar i kompanisë Pinare, një kompani kjo Kërsim Krediti. Biznesmeni është shpallur fajtor për mashtrimin e 16 personave, të cilët kanë qenë dhe anëtarë të kompanisë së tij. Njëherësh edhe ortak, duke i shtyrë ata të merrnin kredi, ndërkohë që shlyerja e kësteve mujore do të kryheshin nga vetë biznesmeni. Kjo taktike përdorur në plot 16 raste sipas llogaritjeve të bërë nga prokuroria e Tiranës, e ka çuar shifrën në 74 milion lekë të vjetra. Niko Smaqi, i dënuar nga gjykata e Tiranës me 4 vite burg për akuzën e vjedhjes me dhunë së bashku me gruan e tij Elinela Smaqi, ka drejtuar gjobvënien prej vitit 2010, duke i marrë në kohë dhe vende të ndryshme shuma të konsiderueshme parash biznesmenit Shabani, ku vetëm herën e fundit i ka marrë afërsisht 17 milion lekë. Gjatë gjykimit, i panderur Shabani u shpreh i penduar dhe kërkoi një dënim sa më të butë, për shkak se ai është kryefamiliar i papunë dhe i sëmur, duke pretenduar se veprën e ka kryer në presionin e çiftit Smaqi, të cilët i ka marrë të panderurit të gjitha shumat e përvetësuara nga ky i fundit.